Atëherë pata mundësinë të takoj protestuesit. E para njëherë ata janë shumë falenderues ndaj gjithë miqve të vet, protestuesve, qytetarëve që kanë qenë duke i mbështetur gjatë gjithë kësaj kohe. Së dyti, duhet t'ju informoj disa prej tyre kishin plag, por nuk ishin të demotivuar absolutisht, por ishin më të karikuar se kurrë, realisht qendrestar të jashtëzakonshëm, dhe është e turpshme që këta qytetarë që po luftojnë për drejtat e tyre janë në qeli, ndërkohë që të tjerë hajdut dhe kriminal ndodhen në parlament dhe në institucionet e shtetit. Më kanë informuar për të lidhur me disa nga familjarët e tyre, të cilët disa për të cilëve i takova këtu. Mund t'ju them që tezat dhe konspiracionet ndaj këtyre protestuesve se kanë ushtruar dhunë janë tërësisht dhe totalisht qesharake, pasi siç e keni parë dhe vetë, ata kanë dalë 200.000 veta dhe nuk e kanë dëmtuar një pemë. Kanë dalë 200.000 e 300.000 dhe nuk kanë dëmtuar asnjë pemë. Të akuzosh këta për dhunë, domethënë është qesharake, është e turpshme. Dhe do t'i bëja thirrje që urgjentisht të merren masat, të shkojnë në gjykatë që të lirohen, sepse është e turpshme. Livalliu, çfarë komunikuat me protestuesit? Çfarë ju thanë? Kishin merakun vetëm të miqve të vet që të vazhdojnë qëndresën tanë, dhe kishin merakun e familjeve tyre, të familjarëve, që ta dinë që ata kishin dëmtime të shumta ku. Kishte protestues që kishin dëmtime, por u morën masat, njoftova mjekun, do vinë këtu, kush ka nevojë për të shkuar edhe në spital për të mjekuar ndonjë të nxirr, do çohet. E kam njoftuar dhe ambulancën dhe të gjitha. Ajo çfarë me ta diskutova gjëre gjatë, ishin të motivuar, vazhdonin me thirrjet e tyre të protestës. E vetmja gjë që mendoj ka rëndësi dhe ju lutem ju mediave, mos bini pre ndonjëri që bën në një lajm kot që kanë sulmu mediat, absolutisht jo. E vetmja gjë që kam kërkesë për gjithë ju, sinqerisht, nxirrni pamjet e arrestimeve dhe të dhunës që është ushtruar ndaj këtyre protestuesve. Falenderoj për ato pamje që janë nxjerrë, po duhet i kërkoni llogari dhe ju ftoj të shkoni tek drejtoria e policisë dhe të pyesni drejtorin e policisë që si e justifikoni këtë dhunë që bënin ndaj qytetarëve. Dhe organeve ligjzbatuese duhet i kërkoni që si mund të hiqet liria njerëzve, thjesht e jep urdhër dikush pa asnjë fakt dhe pa asnjë provë. Keni komunikuar me zyrtarët e policisë? Kam çuar letër dhe do t'i thras si nën kryetari i Komisionit Punëve të Brendshme, do t'i thras në komision për t'i kërkuar llogari se kjo punë s'mund të vazhdojë. Një pyetje shkurtër sepse do të vizë nga shkakmatin. Ju keni mbështetur protestuesit me asistën e këtyre falas në protestat? Kush ka pasur nevojë, po, disa kanë pasur të vetët, kush ka pas nevojë nga ne kemi dhënë mbështetjen. Po, to janë domosdoshmë. Faleminderit.